Flukset e emigracionit po shndrohen në pengesën kryesore për rritjen ekonomike afatgjatë në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Raporti i rregullt ekonomik rajonal i Bankës Botërore i publikuar së fundmi vën në dukje se gjatë viteve 2024 deri 2025, rajoni ka vuajtur nga një hemorragji e vazhdueshme e forcës punëtore, duke krijuar vështirësi të mëdha në tregun e punës dhe në qëndrueshmërinë e skemave shoqërore. Shqipëria mbetet në qendër të kësaj problematike, duke regjistruar shifrat më të larta të emigracionit neto në të gjithë rajonin, ndërsa Serbia një shifrat më të ulta në krahasim me popullsinë e saj, pavarësisht një rritjeje të lehtë të shënuar vitin e fundit. Sipas të dhënave të raportit, Shqipëria kryeson listën me një nivel konstant të emigracionit neto prej -24.200 personash për të 2 vitet. Ky trend negativ është përshpejtuar pas pandemisë, i nxitur kryesisht nga kërkesa e të rinjve dhe profesionistëve për paga më të larta dhe kushte më të mira jetese në Bashkimin Evropian. Shifrat konstante dëshmojnë se politikat e brendshme për frenimin e këtij fenomeni nuk po japin rezultatet e pritura, duke e lënë tregun vendas në një krizë të vazhdueshme për krah pune. Në kahun tjetër, vendet si Mali i Zi, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina po përjetojnë përkeqësim të situatës me rritje të flukseve të largimeve për shkak të kostos së jetesës, pasigurisë politike dhe kërkesës për liri më të mëdha. Të vetmet shtete që po shfaqin shenja stabilizimi ose rënje të ritmit të ikjeve janë Kosova, e cila shënoi një rënje të emigracionit neto nga -22.000 në -18.500 persona pas valës së parë të liberalizimit të vizave, dhe Maqedonia e Veriut, e cila tregoi një qëndrueshmëri të lehtë falë reformave strukturore, ndonse korrupsioni dhe pagat e ulta vijojnë të mbeten faktor shtytës për qytetarët.